Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim njoftë që të ndiqni informacionet e përgatitura. Një aksident i rënd rrugor i mori jetën 3 personave në orët e para të mëngjesit në Manës të Durrësit. Viktimat janë një çift i sapo martuar dhe një 15 vjeçar, ndërsa 2 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur. Dyshohet se automjeti po lëvizte me shpejtësi të lartë kur drejtuesi humbi kontrollin dhe përfundoi në kanal. 3 persona kanë humbur jetën dhe 2 të tjerë janë plagosur në një aksident tragjik të regjistruar rreth orës 02:20 të mëngjesit të së mërkurës në aksin dytësor Manës Sukth në Durrës. Policia ka identifikuar viktimat si 25 vjeçari Kleo Vrioni, drejtuesi i automjetit tip BMW, bashkëshorten e tij italiane 26 vjeçaren Sara Brugentelli, si dhe 15 vjeçarin Alvi Muhaxhiri. Sipas të dhënave paraprake, automjeti ka qenë duke lëvizur në rrugën dytësore, ku drejtuesi dyshohet se ka humbur kontrollin. BMW-ja fillimisht është shpërplasur me një bordur betoni në anë të rrugës dhe më pas ka dalë nga rruga duke përfunduar në kanal. Në automjet ndodheshin 5 persona. Përplasja ka rezultuar fatale për 3 prej tyre, ndërsa 2 të tjerë kanë marrë plagë dhe janë transportuar për ndihmë mjekësore. Mes viktimave ishte edhe çifti Vrion Brugentelli, i cili vetëm një javë më parë kishte kurorëzuar martesën. Çifti kishte mbërritur në Shqipëri rreth 10 ditë më parë dhe sipas të dhënave të para, mbrëmjen para aksidentit kishte dalë për t'u argëtuar së bashku me persona të tjerë që ndodheshin në automjet. Kleo Vrioni prej disa vitesh jetonte në Bergamo të Italisë, ku ishte njohur me Sarën. Një javë pas martesës së tyre, udhëtimi në Shqipëri u kthye në tragjedi për çiftin. Të plagosur kanë mbetur edhe 25 vjeçari Reisi Vrioni, kushëriri i Kleos, dhe 16 vjeçari Klevis Dervishi. Të dy u dërguan në spitalin e traumës në Tiranë. Gjendja e 16 vjeçarit raportohet e rëndë, ndërsa 25 vjeçari është jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje kanë mbërritur grupi hetimor dhe shërbimet e policisë rrugore, të cilat po punojnë për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Shpejtësia me cilën dyshohet se po udhtonte BMW-ja dhe humbja e kontrollit nga drejtuesit janë ndër pistat kryesore të hetimit. Në vëmendje është edhe infrastruktura e segmentit ku ndodhi përplasja, pasi bëhet fjalë për një rrugë pa ndriçim. Detajet të reja dalin nga hetimi për vrasjen e turistit 20 vjeçar portugez në Ksamil. Dëshmitë paraprake të personave të shoqëruar dhe arrestuar japin versione të ndryshme për mënyrën se si nisi konflikti. Autori i dyshuar Sokrat Vata pretendon se përplasja nisi mes turistëve të dehur dhe se thika ishte e viktimës, ndërsa pamjet e kamerave dhe provat e tjera të mbledhura nga hetuesi tregojnë një tjetër dinamik të ngjarjes. Hetimet për vrasjen e turistit të 20 vjeçar portugez në Ksamil, por zbardhin gradualisht momentet që paraprin përplasjen fatale në një beach bar. Në deklarimet e para policisë, personat e shoqëruar dhe të arrestuarit kanë dhënë versionin e tyre për ngjarjen. Mes tyre ka folur edhe Sokrat Vata, i dyshuari kryesor për vrasjen, i cili në dëshmi paraprake ka dhënë një tjetër version mbi nisjen e konfliktit. Vata i ka pretenduar se gjithçka nisi mes disa turistëve që ndodheshin në lokal dhe që sipas tij kishin konsumuar alkool. Ai ka deklaruar se atyre u shkërkuar të ulnin zërin dhe të ruanin qetësinë, pasi në lokal kishte edhe klientë të tjerë. Sipas versionit të tij, situata nuk është shqetësuar dhe ka kaluar në përplasje fizike. I dyshuari ka pretenduar gjithashtu se thika me cilin është goditur për vdekje 20 vjeçari është në pronësi të viktimës. Ky version megjithatë nuk përputhet me të gjithë të dhënat që grupi hetimor ka mbledhur deri tani. Në fokus të hetimeve janë edhe pamjet e kamerave të sigurisë, të cilat dyshohet se ndihmojnë në rindërtimin e dinamikës së konfliktit. Sipas të dhënave paraprake të përplasja dyshohet se është nisur nga 29 vjeçari David Heurdvent, shtetas shqiptar dhe britanik, me banim në Tiranë. Ai dyshohet se është përfshirë i pari në konflikt me turistin në portugez dhe se ka goditur atë me grusht. Më pas në përplasje dyshohet se janë përfshirë edhe persona të tjerë të stafit lokalit, të cilët sipas hetimeve kanë vijuar të godasin 20 vjeçarin. Në fazën e fundit të konfliktit, Sokrat Vata dyshohet se ka goditur disa herë me thik, duke i shkaktuar plagë që rezultuan fatale. Edhe dëshmitë e shokëve të viktimës janë pjesë e rëndësishme e hetimit. Ata kanë deklaruar se nuk e kanë parë momentin kur 20 vjeçari është goditur me thik. Sipas dëshmive të tyre, përplasja me policinë ka ndodhur vetëm në orët e mëngjesit në hyrje të beach barit ku kishte ndodhur ngjarja. Pak më pas, pranë brekut të detit, ata kanë parë trupin e pajet të mikut të tyre. Të rit kanë deklaruar se deri në atë moment nuk kishin kuptuar se çfarë kishte ndodhur me shokun e tyre dhe se nuk kishin ndjenjë se konflikti kishte përfunduar me vrasjen e tij. Hetuesit po vijojnë marrjen e dëshmive dhe verifikimin e pamjeve të kamerave të sigurisë për të përcaktuar me saktësi rolin e secilit prej personave të përfshirë në përplasjen që i mori jetën turistit portugez.
Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për vrasjen e turistit 20 vjeçar portugez në Ksamil, duke cilësuar ngjarjen si një akt me përgjegjësi shtetërore. Berisha akuzoi qeverinë në lidhje me krimin dhe e përdori ngjarjen për të denoncuar sipas tij përkeqësimin e sigurisë në zona turistike. Vrasja e turistit portugez në Ksamil ka shkaktuar reagime edhe në skenën politike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi ngjarjen si një rast me karakter të rëndë shtetëror, duke ngritur akuza ndaj qeverisë dhe mënyrës së garantimit të rendit dhe sigurisë. Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se 20 vjeçari kishte zgjedhur Shqipërinë për pushime, por përfundoi vrarë duke lidhur ngjarjen me klimën kriminale që sipas tij është krijuar në jug të vendit. Vrasja e 20 vjeçarit portugez turist në Ksamil është një akt sipas të dhënave, po thuaj vrasje shtetërore. E them këtë në kuptimin jo se ai u ekzekutuar nga njerëz me uniform, por në kuptimin se e vërteta industria turistike në Sarand është në kthetrat e krimit. Në Sarand shteti dhe krimi janë një. Ligji nuk ekziston. Kreu i opozitës pretendoi se në përplasje ku humbi jetën turisti ishin të përfshirë të paktën 3 persona që punonin me uniform. Në këtë akt makabër, bashkëpunëtori ishin të paktën 3 punojës me uniform. Kjo dëshmon se cila shkalla e lartë e inkriminimit të rojeve të sigurisë në këto lokale. Ata në vend se të parandalonin krimin, e fshehen për orë të tëra krimin. Në mos, hetimi do të regoj, nofta edhe morën pjesë në masakrimin e 20 vjeçarit portugez. Berisha deklaroi se përgjegjësia për sigurinë bie drejt për drejt mbi policinë e shtetit dhe drejtuesit e saj. Pa diskutim që në plan të parë është drejtori i përgjithshëm i policisë dhe linja e sti, por të garantoj që Saranda ka tentakulat edhe gjithë bregu të Edi Ramës dhe drejtuesve tjerë të partisë krimit në parlament, në qeveri e kudo. Nuk ka diskutim që policia ka përgjegjësi absolute në këtë rast, po këta përgjegjësi nuk ndjej. Berisha paralajmëroi se ngjarje të tilla kanë pasoja të drejtë për drejta për imazhin e Shqipërisë dhe turizmit. Natyrisht, pasojat janë shumë negative. Pasojat janë një emër i keq për Shqipërinë si vendi ku vriten turistët. Nuk ka më keq se kaq. Gjithnjë më shumë bëhet e qartë se narkotikimit, dhe se Shqipëria është një rrezik për ata që vinë dhe për jetën e tyre. Në përfundim, lideri demokrat shprehu ngushëllimet për familjet e viktimës dhe kërkoi përgjegjësi për institucionet dhe personat që sipas tij kanë dështuar në garantimin e sigurisë. Protesta qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike vijoi mbrëmjen e kaluar në Tiranë duke shënuar protestën e 81. Për rreth 3 muaj protestuesit kanë përsëritur kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe të klasës së vjetër politike, si dhe për krijimin e një qeverie teknike. Pas tubimit pranë kryeministrisë, protestuesit marshuan në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në rrugët e kryeqytetit. Qindra qytetarë mblodhën sërish në Tiranë për protestën e 81 kundër qeverisë dhe klasës politike, duke përsëritur kërkesat që kanë shoqëruar këtë lëvizje prej rreth 3 muajsh. Në qendër të protestës ishte sërish kërkesa për largimin e kryeministrit Edi Rama së bashku me thirrjen për një ndryshim të klasës politike dhe krijimin e një qeverie teknike. Protestuesit deklaruan se nuk kanë ndërmend të tërhiqen dhe do të vijojnë të qëndrojnë në bulevard deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Edhe në protestën e 80, kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit ishin përcjellë në mënyrë simbolike. Protestuesit shfaqën në bulevard mesazhin e tyre të shkruar duke bërë të qartë qëndrimin kundër qeverisë. Tubimi i mbrëmshëm nisi me fjalimet pranë kryeministrisë, ku pjesëmarrësit përsëritën akuzat dhe kërkesat e tyre politike. Pas përfundimit të fjalimeve, qytetarët u zhvendosën në rrugët kryesore të Tiranës duke vijuar marshimin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Organizatorët dhe protestuesit shprehen të vendosur për të vijuar tubimet edhe në ditët në vazhdim, ndërsa protesta tashmë ka hyrë në muajin e tretë. 4 vatra zjarri vijojnë të jenë aktive në Shqipëri, ndërsa një tjetër po mbahet në monitorim. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 25 vatra në të gjithë vendin. Për përballimin e situatës janë angazhuar qindra forca, mjete zjarfikse dhe mjete ajrore, ndërsa autoritetet raportojnë se aktualisht nuk ka rrezik për zonat e banuara.
Situata e zjarreve në vend mbetet në vëzhgim, me 4 vatra që ende nuk janë shuar plotësisht në një tjetër që po monitorohet nga strukturat vendore. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar 25 vatra zjarri në territorin e Shqipërisë. Shumica e tyre janë neutralizuar, ndërsa ndërhyrjet vijojnë në disa zona të vendit. Aktualisht operacionet për shuarjen e flakëve po zhvillohen në Dajt dhe Prisk të Tiranës, në Luftaj të Mirditës dhe në malin e Turbunit në Puk. Në Dajt në terren janë vendosur 50 efektiv të forcave të armatosura, 10 punonjës të shërbimit zjarfikës dhe 5 punonjës të Agjencisë së Zonave të Mbrojtura. Sipas autoriteteve, situata është në kontroll dhe nuk paraqet kërcënim për banesat apo zonat e banuara. Ndërhyrjet intensive po vijojnë edhe malin e Turbunit. Përveç strukturave vendore dhe forcave të armatosura, janë përfshirë edhe vullnetar. Operacioni nga ajri po mbështetet nga 2 helikopter, ndërsa edhe në këtë zonë autoritetet deklarojnë se nuk ka rrezik të drejt për banesat. Ndërkohë, disa prej vatrave të raportuara gjatë ditës së fundit janë shuar plotësisht. Mes tyre janë zjarret në Gurlur, Bruc të Matit, Tharë të Mirditës dhe Serenicë. Në qaf Helmas, flakët janë neutralizuar, por zonat vijojnë të mbahen në monitorim nga strukturat lokale për të parandaluar aktivizimin e zjarrit. Për përballimin e situatës së krijuar nga zjarret, në operacionet e 24 orëve të fundit janë angazhuar rreth 490 forca. Në terren kanë vepruar 350 forca operacionale dhe 140 efektiv të forcave të armatosura së bashku me 26 automjete zjarfikse. Operacionet janë mbështetur edhe nga 3 helikopter dhe 2 avion të tipit Air Tractor, të përdorur për ndërhyrje nga ajri në zonat ku terreni e vështirëson punën e forcave në tokë. Autoritetet po vijojnë monitorimin e të gjitha zonave të prekura, me fokus shuarja e plotë e vatrave aktive dhe parandalimi i përhapjes së flakëve drejt zonave të banuara. Gjykata e Tiranës ka caktuar masën arrest me burg për Ylli Zallën, e arrestuar pas rreth 9 muajsh në Arati. 49 vjeçari dyshohet se është i përfshirë në atentatin e Rinasit, ku vran Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani. Avokati i Zallës i ka mohuar akuzat dhe ka kërkuar një masë më të butë sigurie, ndërsa policia thotë se i shumë kërkuari u kap i armatosur. Ylli Zalla do të qëndrojë në burg gjatë hetimit për dyshimet që rëndojnë ndaj tij lidhur me atentatin e Rinasit. Vendimi është marrë nga gjykata e Tiranës pas arrestimit të 49 vjeçarit në Krujë, ku ai është lokalizuar për rreth 9 muaj në Arati. Zalla dyshohet se ka patur rol në ngjarjen e rëndë të nëntorit të vitit kaluar në Rinas, ku mbetën të vrarë Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani. Në dosjen e tij rëndojnë edhe të dhëna për sekuestrim të armëve dhe municioneve. Sipas autoriteteve, në banesën e 49 vjeçarit janë konstatuar në 3 raste arsenal armë, lëndë plasëse dhe municion. Në seancë mbrojtja e ka kundërshtuar përfshirjen e Zallës në aktivitetin kriminal. Avokati Dritan Gina deklaroi se klienti i tij nuk përbën rrezikshmëri dhe se sendet e gjetura në pjesën e pasme të banesës nuk janë përdorur për kryerjen e ngjarjeve të tjera kriminale. Sipas mbrojtjes, Zalla nuk ka ndërmarrë as veprime për shitjen e lëndëve narkotike, ndërsa armët dhe municionet e gjetura nuk ishin të ambalazhuara apo të ruajtura në një mënyrë që sipas avokatit të dëshmonin përdorimin e tyre në veprimtari kriminale. Gina pretendoi gjithashtu se klienti i tij nuk ka tentuar të shmanget policisë në momentin e operacionit, por është dorëzuar me qëllim që të sqaronte pozicionin e tij përpara autoriteteve. Për këtë arsye, mbrojtja kishte kërkuar që ndaj tij të vendosej një masë më e lehtë sigurie dhe oburgimi, kërkesë që nuk është pranuar nga gjykata. Ndërkohë, sipas policisë, Zalla u lokalizua në një zonë të pyllëzuar dhe në momentin e arrestimit ishte i armatosur me një Kalashnikov dhe 3 krëra me municion. Kapja i tij erdhi një ditë pas një shpërthimi me tritol në banesën e 49 vjeçarit, ku sipas u dojgje edhe automjeti që ishte parkuar pranë banesës. Për këtë ngjarje, hetuesit nuk kanë përjashtuar as mundësinë që eksplozivi të jetë vendosur nga vetë Zalla. Kjo pistë mbetet pjesë e hetimit, ndërsa autoritetet po verifikojnë rrethanat e shpërthimit dhe lidhjen e mundshme të tij me personat arrestuar. Me vendimin e gjykatës së Tiranës, Zalla do të vijojë të qëndrojë në paraburgim, ndërsa hetimet për rolin e tij të dyshuar në atentatin e Rinasit dhe për armët e lëndëve plasëse të gjetura vijojnë ende. Debati për reformën administrativo-territoriale rikthehet në qendër të diskutimeve politike. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Luciano Bocci kundërshton modelin me 46 bashki, duke argumentuar se një ndarje e tillë do të largonte më tej shërbimet nga qytetarët. Sipas tij, Partia Demokratike propozon rreth 100 bashki me synimin për të afruar vendimarrjen me komunitetet dhe për të forcuar pushtetin vendor.
Propozimi për një hartë të re administrative o territoriale ka sjellë përplasje të reja politike në Partinë Demokratike që kundërshton modelin e bazuar në 46 bashki. Nënkryetari i Komisionit për Reformën Administrative o Territoriale, Luciano Boggi, ka argumentuar se një numër i kufizuar bashkish nuk mund të garantojnë domosdoshmërisht një pushtet vendor më të fuqishëm. Sipas tij, bashkimi i njësive administrative nuk mund të konsiderohet zgjidhje nëse nuk shoqërohet me kapacitete financiare, kompetenca dhe mundësi reale për ofrimin e shërbimeve. Boggi si problem kryesor rritjen e distancës mes qendrave administrative dhe komuniteteve. Sipas tij, një hartë me 46 bashki do të krijonte më shumë zona periferike dhe do të vështirësonte aksesin e qytetarëve të institucioneve vendore. Në reagimin e tij, ai ka shpjeguar edhe alternativën e propozuar nga Partia Demokratike. Projekti i Partisë Demokratike parashikon krijimin e rreth 100 bashkive, një model që sipas Boxhit do të bazohej më shumë në nevojat dhe vullnetin e komuniteteve lokale. Sipas tij, një numër më i madh njësish vendore do të mundsonte që vendimarrja të ishte më pranë banorëve, ndërsa drejtuesit vendor do të kishin më shumë përgjegjësi për llogaridhënie përpara komuniteteve administrative. Boggi rëndit edhe disa nga argumentet e PD-s në mbështetje të këtij modeli, duke theksuar se shkurtimi i distancave fizike, reagimi më të shpejtë të situatave emergjente dhe mundësinë që administratat vendore të kenë një uri më të drejtë për problematikat e zonave që mbulojnë. Në këtë këndvështrim, reforma nuk lidhet vetëm me numrin e bashkive, por edhe me mënyrën se si organizohet dhe funksionon pushteti vendor. Në përfundim, Boggi theksoi se një prej objektivave kryesore të reformës duhet të jetë rikthimi dhe forcimi i besimit të qytetarëve të institucioneve lokale përmes shërbimeve të aksesueshme dhe një administrimi më të afërt në komunitet. Policia e Tiranës ka vijuar operacionin Stolen Line duke sekuestruar 3 automjete luksoze që dyshohet se janë mbledhur në Gjermani dhe janë sjellë në Shqipëri për t'u shitur. Në kuadër të hetimit janë shpallur në kërkim 2 persona, ndërsa 3 të tjerë po hetohen në gjendje të lirë. Vlera e automjeteve të sekuestruara llogaritet në rreth 450.000 euro. 3 automjete luksoze të dyshuara se të vjedhura në Gjermani janë sekuestruar nga policia e Tiranës në kuadër të operacionit Stolen Line. Bëhet fjalë për 3 automjete të markës Mercedes-Benz, të cilat sipas hetimeve dyshohet se janë trafikuar drejt Shqipërisë me synim për të futur në tregë dhe shitur. Vlera e përllogaritur e makinave arrin në rreth 450.000 euro. Gjatë veprimeve hetimore, policia ka identifikuar 2 persona, 22 dhe 24 vjeç, të cilat janë shpadur në kërkim për lidhje të dyshuara me këtë aktivitet. Ndërkohë, në kuadër të njëjtit operacioni janë proceduar penalisht në gjendje të lirë dhe 3 persona të tjerë. Ato janë konstatuar duke drejtuar automjetin në momentin kur policia ndërhyri dhe i sekuestroi ato. Autoritetet po vijojnë hetimin për të zbardhur të gjithë skemën e dyshimit të trafikimit të automjeteve, ndërsa po punohet për kapjen e 2 personave të shpadur në kërkim. Paralelisht, policia po verifikon edhe persona të tjerë që mund të kenë pasur rol në sigurimin, transportin dhe qarkullimin e automjeteve të vjedhura në territorin shqiptar. Një 65 vjeçar është arrestuar në Mirdit pasi dyshohet se ka shkaktuar qëllimisht disa vatra zjarri në fshatin Gziq. Policia thotë se e ka ndjekur për 3 ditë para se ta kapte në flagrancë, ndërsa po hetohet edhe për përfshirjen e tij të mundshme në zjarrvënie të tjera në territorin e bashkisë. Policia e Mirditës ka arrestuar një 65 vjeçar të dyshuar për zjarrvënie të qëllimshme në zonën e Gziqit. Operacioni i koduar Piromani është finalizuar pas 3 ditësh veprime gjurmuese, ndërsa në momentin e ndërhyrjes policia ka konstatuar se pashkmarku sapo kishte ndezur 3 vatra zjarri. Flakët u përhapën në një sipërfaqe pyjore, por ndërhyrja e shërbimeve zjarrfikse në bashkëpunim me efektivët e policisë bën të mundur vënien në kontroll të situatës dhe shmangjen e përhapjes së mëtejshme të zjarrit. Sipas policisë, hetimet e kryera deri në këtë fazë kanë ngritur dyshime se 65 vjeçari mund të jetë i përfshirë edhe në raste të tjera zjarrvënieje të regjistruara më herët në territorin e bashkisë Mirdit. Pashmarku është arrestuar për vepra penale, shkatërrim i pronës me zjarr dhe shkatërrim me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor. Hetimet po vijojnë në drejtimin e prokurisë me qëllim dokumentimin e plotë të rasteve të tjera ku 65 vjeçari dyshohet se mund të ketë pasur rol. Autoritetet po verifikojnë lidhjen e tij të mundshme me vatra të tjera të raportuara në zonë, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurisë për veprime të mëtejshme. Vijoj me informacione nga Kosova. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon që çdo marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike për zgjedhjen e presidentit të bëhet publike përpara qytetarëve. Deputetët e Aleancës kanë parlemëruar se nuk do të mbështesin një marrëveshje pa garanci për 6 kërkesat e tyre, ndërsa kanë ngritur edhe akuza ndaj qeverisjes së vetëvendosjes.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon që lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës të bëjnë të qartë para opinionit publik për mbajtjen e një marrëveshjeje politike që lidhet me zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Deputeti i Aleancës, Time Kadriaj, tha se partia e saj nuk mund të pengojë një eventualisht ujdi mes dy subjekteve politike, por kërkoi që marrëveshje të tilla të mos mbahen të fshehta nga qytetarët. Sipas saj, nëse lëvizja e Vetëvendosjes dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë arritur dakordsi për krijimin e institucioneve, ata duhet të procedojnë në konstituimin e legjislaturës së re dhe zgjedhjen e presidentit, duke respektuar Kushtetutën. Kadriaj bëri të ditur se Aleanca do të mbajë qendrim të kushtëzuar dhe nuk do të përfshihet në një marrëveshje pa garanci për 6 pikat e parashikuara prej saj. Mes kërkesave të Aleancës është edhe çështja e gazit amerikan. Deputeti la të hapur mundësinë që listës së kushteve të shtohet edhe kërkesës për ndryshimin e ligjit për shtetësinë e Kosovës, për të cilat ajo pretendon se po i shkakton dëm vendit. Ndërkohë, deputeti tjetër i Aleancës, Burim Ramadani, deklaroi se pjesëmarrja e deputetëve në seancë për zgjedhjen e presidentit do të varet nga përmbajtja e marrëveshjes politike. Sipas tij, para se të vendoset nëse Aleanca do të qëndrojë në sallë, duhet të bëhet e ditur se çfarë përmban marrëveshja për kreun e shtetit. Ramadani kritikoi gjithashtu qeverisjen e lëvizjes Vetëvendosje, duke akuzuar atë për të cilën e cilësoi si zhvatje buxhetore. Ai pretendon se rreth 463 persona të emëruar politikisht vazhdojnë të marrin paka nga buxheti i shtetit. Të nderuar teleshikues, në vijim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 20 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat veriore dhe relievet malore gjatorëve të pasites mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa rreshje domethënëse. Paraditja do të ketë një mod kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pazitja vijon me një mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale të zbresin deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 34 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:34 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 21 deri në 33 gradë Celsius. Kukës 17 deri në 30 gradë Celsius. Peshkopi 16 deri në 30 gradë. Tiranë 19 deri në 33 gradë. Durrës 22 deri në 32 gradë. Kavaj 21 deri në 32 gradë. Elbasan 19 deri në 33 gradë. Berat 20 deri në 34 gradë. Korçë 15 deri në 29 gradë. Florë 23 deri në 32 gradë. Gjirokastër 18 deri në 32 gradë. Sarand 23 deri në 32 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 20 gusht 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i kthjellët dhe i qëndrueshëm me intervale të gjata me diell në të gjithë territorin. Gjatë pasdites do të mbizotrojë mod me diell, ndërsa mundësia për rreshje do të jetë shumë e ulët. Për Prishtinën parashikohet temperaturë maksimale rreth 32 gradë Celsius dhe mundësi shumë e ulët për rreshje. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:47 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:30 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë.
Mitrovic 15 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 31 gradë. Skënderaj 15 deri në 32 gradë. Pej 15 deri në 31 gradë. Prishtinë 14 deri në 32 gradë. Qekov 17 deri në 33 gradë. Malishev 17 deri në 33 gradë. Gjilan 15 deri në 31 gradë. Perizaj 15 deri në 31 gradë. Kaçanik 14 deri në 30 gradë. Suharek 17 deri në 33 gradë Celsius. Prizren 17 deri në 33 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.